ose një motër muslimane nuk mbulohet, apo për shkak se pastaj i thojnë e ke mbulu bukurinë, ose fjalë caktuara, e lën mbulesën për fjalë të njerëzve, e refuzon këtë hak të Allahu te bareke ve teala. Për çka? Për çka? Për kë? Prandaj timi të kujdesshëm. Unë këshilloj motat muslimane që ta shfrytëzojnë këtë muaj të Ramazanit. Se s'la modë që nuk është e mbuluar. Mbulohu. Gëzoje Zotin në Ramazan. Theje egon. Shfrytëzoje mundësinë se shejtani është larg. Këtë ato cyte që ti ka pru në kokë, vallaj tine në kokë. Tash në Ramazan e kuptojnë që këtë në kokë të kota, këtë badijava, dhe që je vënu kote se kur të s'ka pas reale. Mbulohu. Këtheu të ka Allahu gjallona me namaz. Tregon modeste, ule kokën, leja të mode, bukurie, dunjas, kalimtare. Para Allahu t'imi të bukur, veç kurimit nështruar. Pra i motë ndëruar, shamia në kokën tonë, para Allahu është bukuria me madhe se çdo bukurie ekspozuar dikun tjetër. Prandaj ekspozohu me bukurinë që Allahu e don, jo me bukurinë që shejtani e përmban.